Banorët e fshatit Bardhanjor në njësinë administrative Rrethina në bashkinë e Shkodrës prej vitesh përballen me mungesën e shërbimit shëndetësor në zonën e tyre. Godina që është ndërtuar rreth 14 vite më parë ka shërbyer si qendër shëndetësore vetëm për 5 vite, ndërsa aktualisht nuk funksionon duke lënë komunitetin pa kujdesin bazë mjekësor. Si pasojë, banorët janë të detyruar të udhtojnë drejt qendrës shëndetësore më të afërt në Bardhaj ose t'i drejtohen Spitalit Rajonal të Shkodrës 4 kilometra larg. Kjo godin pas kraheve të mi, dikur shërbente si qendër shëndetësore, më pas ajo mbyll për rrethana ende të paqarta. Banorët tashmë janë të detyruar të shkojnë në qendrën më të afërt për të marrë shërbimin shëndetësor, në të kundërt i drejtohen edhe Spitalit Rajonal të Shkodrës. Me gjeti makinë kot, kam pjesa më madhe. Atje rren 2-3, nuk e di atje në qendër, infermiera edhe doktoresha. Na si banor e marrim shërbim shëndetësor poshtë. Te rruga 7 Bajrakëve ashtu i qendrës shëndetësore. Kam të shkojmë e marr letrën me shkon në Shkodër me marr ilaçet. E mirë është paktën si s'ka me dali herë një doktoresh, një infermiere me dal kanel. Ndërsa arsyet e mbylljes së kësaj qendre shëndetësore asnjëherë nuk janë sqaruar, mungesa e këtij shërbimi jetik ka shtuar shqetësimin e banorëve të cilët kërkojnë ndërhyrjen nga institucionet për rikthimin e funksionimit të qendrës shëndetësore dhe garantimin një shërbimi të domosdoshëm për komunitetin. Vështirësitë shtohen përsa kohë nuk ka as transport publik në këtë fshat për të mundësuar lëvizjen e banorëve.